Sofia kam lënë një çantë këtu. E vite me radhë, kemi organizuar të tillë veprimtari në vendlindjen e vëllezërve Frashëri, pikërisht këtu, në shtëpinë e tyre. Dhe pa humbur kohë, unë po i jap fjalën
kryetarit të shoqatës adetare kulturore mbar kombëtare Vëllezërit Frashëri, zotit Tomor Kotori, për të bërë përshëndetjen e tij. Përshëndetje. I nderuar kryegjysh, Doktor Haxhi Dede Endo Ibrahimaj. Të nderuar akademik. Mund të them që është sot një risi që kemi afërsisht 15 akademik që do organizojnë një konferencë shkencore këtu në Vakën Naimiane në vendin e Vëllezër Frashëri. I nderuar kryetari i komunës Rahovecit zoti Ismail Latifi. I nderuar nën kryetari i bashkisë zoti Florenda Sani. Të nderuar poetë dhe poetesha, të nderuar vëllezër kosovar, të nderuar pjesëmarrës. Nisi keni ardhur sot në Frashën tonë, në Frashën e diturisë, në Frashën e vërlindjes së vëllezërve Frashëri, në Frashën e historisë. Nisi keni ardhur në këtë shtëpi të shenjtëruar, në shtëpinë e vëllezërve Frashëri që lindën Abdyli Naimi dhe Samiu, këta profet të shenjtëruar. Për të gjithë ne që jemi sot këtu, po dhe për të gjithë shqiptarët, e që e baba Nasibiv dhe baba Lushit, ky simbol i kombit na thret, na bekon, na uron për dritë, dituri dhe mirësi. Sot është 25 maj, ditëlinda e poetit tonë kombëtar Frashëri. Këtë ditë ne e kemi organizuar për 23 vite rresht. Pra, komuna Frashër, ose ish komuna Frashër, shoqata adetare kulturore mbar kombëtar e Vëllezërit Frashëri, Bashkia Përmet, Kryegjyshata Botërore Bektashiane, shoqata Zëri Dadan, komuna Rahovec, në ndër këto vite kemi organizuar 23 veprimtari të tilla. Kjo shtëpi, ky vend i shenjtë ka pritur miq nga gjitha hapësira shqiptare. Ka pritur miq nga Shqipëria, nga Kosova, nga Tetova, nga Kumanova, dhe ne jemi ulur, jemi për ulur para këtyre profetëve, kemi recituar, kemi kumtuar, jemi takuar dhe kemi mbajtur kumtesa. Sot është kjo ditë e shënuar, të cilën ne e kemi festuar për vrit. Vëllezërit Frashëri janë pasuri e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Vepra e tyre adetare i ka përcjellë kufir kohë. Ata janë prezente në çdo kohë në Shqipëri. Vëllezërit Frashëri janë trajnomi i lehtësisë, i kulturës. Ata kanë një kontribut të çmuar në historinë, kulturën tonë kombëtare dhe veprimtaria e tyre ka qenë nga vendimet më të rëndësishme të periudhës së rilindjes. Shoqata jon është krijuar si rezultat i punës së ish komunës Frashër dhe me iniciativën e një grupi intelektualësh për të organizuar dhe për të bërë këto veprimtari të tilla mbas mbarimit të amatatit sekretar komunës që kam qenë unë. Pra, nga viti 2013 deri më 2 vitin e 25 ne kemi organizuar 16 veprimtari të tilla. Këto veprimtari janë realizuar si rezultat i punës, por edhe për të bërë promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore shqiptare, si edhe për të organizuar evente të tilla, por edhe për të nxjerrë në pa figurën e Vëllezërve Frashëri. Ky organizim ka 2 pika kryesore. E para, lartësimi i Vëllezërve Frashëri, këta bile të Frashërit dhe të Shqipërisë, por edhe e dyta është përveç promovimit të vlerave të këtyre kollozëve të Shqipërisë, kjo veprimtari kërkon sensibilizimin e gjithë shqiptarëve, sensibilizimin e qeverisë, sensibilizimin qoftë edhe të hapësirës mbar kombëtare, pasi për të bërë një thirrje që ky vend i shenjtëruar, simboli i kombit, të kthehet në një vate të rëndësishme kulturore kombëtare. Do ta përfundoj me një mesazh të Naimit, duke thënë se Shqipëria dhe i dashur ka nevojë për më shumë punë, dashuri, vllazëri, për shumë shpresë, dituri, më shumë dritë dhe dritë hapësirë për ndër vetes tonë, sepse vetëm kështu mundet që Shqipëria të gjejë vendin e saj në Europë. Faleminderit dhe veprimtari të mbarë. Këtë veprimtari po e fillojmë me montazhin muzikoletar të nxënësve të shkollave të mesme përmet Lëpsyrë. Mbas montazhit muzikoletar kemi organizuar konferencë shkencore që do të akademikët, Akademia e Shkencave, Akademia Shqiptare të dhe Arteve,
më pash kemi politika Frashin dhe më brapa kemi një drejtën të gjendë Frashin. Ju faleminderit. Atëherë unë do të bëj një korrigjim të kryetarit, është Qendra Kulturore e Fëmijëve me një program pikërisht në ditëlindjen e Naimit. E fillojmë me një voglush, i cili do të na sjellë poezinë Djali dhe Zogu. Shpejt veti. Një zog të bukur, zuri një djalë, a i po dridhej e po thosht ca fjalë. Nuk të vjen keq që jam i mitur, si ti vogël dhe i paritur. Jam biri vetëm, më pret, e kam lën keq brenda në fole. Dhe u me borën gjithë mbulua, dhe s'kam betur gjëkun, po thuaj, më preti mëzë, si ty jo të mos i vete, që bëhet prëmë. Edhe unë kam shpirt, e dua të roj, të lëviz, të bredh, të luaj, të këndoj. Fjalët e Zogut, djali dëgjoj, qau, e buthi dhe pastaj e lëshoj. Bravo ju Eldi, bravo. Vazhdon Alesia me poezinë Atë Dheu. O atë, me je i dashur sa më sta, me je në, me je motër, me je vëlla. Nga qka rotu me i shtrejtit me je me i mjeri nga çdo gjë që ka të dhe. Ty për ditë të patari me nën, dhe u ryp në fund atë e pati ngrën. Numëruar ti pat lullet syri saj, te ti lind, te ti vish ajo pasaj. Ti ke par gjys të gjyshërit e mi, dhe eshat e tyre tretura ke, po ti, nga ty o shpirt, kus që më ndaj. Te ti, pranteje, patëm qeshur e patëm qaj. Nëna ime dish, ndaj ty të kam sot nën, nën që s'ke dekje kur, ka që hën. Begatojo e Zot, ti këtë vën, e pu njerëzve të ti, broth e shen. Hiu bëfshin kur do hera misht e ti, gaz paqin, zotërin e ti. Le të vazhdoj me Perikliun, Shqipëri o jetë gjatë. Shqipëri o jetë gjatë, ty të kemi mamë dhe atë, dhe për ty do të luftojnë, gjërsa të trashëgojnë. Për ty të gjithë, ditë e natë, mendohemi qëri gjatë, ti kur s'prishesh, s'shkretohesh, as zdrobitesh, as rëgjohesh. Më ke gjithë të bukurit e të tëra mirësit, ke fusha me lulje shumë, lumen të mëdhenj pa gjumë, male të lartë të veshur, buzën e denti të qeshur, më je dritëzë në dritë, me të gjitha mirësitë. Shqipëri të qofsha falë, të kamëm e më ke djalë. Faleminderit. Bravo, dhe tani do të ndjekim një këngë të kënduar nga Klea, Dua mëngjeset e maj, edhe vajza. Fushës,
t'i ndjekim vajzat në performimin e Valles së Tropojës. Sot në nderon me pjesëmarrjen e tij miku I shoqatës Vëllezrit Frashëri, zoti Konstantin Barbu, akademik, studiues me përmasa botërore, autor I botimeve rreth 1000 libra, I cili ka ardhur bashkë me ekipin e tij. E ftojmë për të bërë përshëndetje dhe për të marrë një vlerësim nga kryetari dhe nga shoqata. Shoqata jonë që kur u krijuar në 2013 ka bërë vlerësime pa figurat dashura të kombit. Do të tregoj një episod thjesht shumësor. Para se të filloja këtë mendim që kisha, mora në telefon dëgjojën e madh, djes pas sa shtot, kishte ditëlindjen dhe I thash profesor, kam një mendim që në emër të shoqatës unë të bëj vlerësime për figurat që I ka shërbyer kombit. Studius, poet, akademik. Më tha, po të ma bësh mua, tha, do jemi nderuar. Dhe nga ky moment, I kam dhënë këtë vlerësime, kam marrë Dixha Golli, Recep Qosja, Ismail Kaldareja, Xhevar Ismail, shumë të tjerë. Për këtë vit, shoqata do të japi një vlerësim akademikut Konstantin Barbu, me motivacioni për vlerat e larta letrare dhe kontributin e çmuar në afrimin e letërsisë shqiptare me atë komune, duke ndërtuar ura miqësie kulturore midis dy kombeve. Jeton.
Si vous voulez dire quelque chose en français, je dois traduire en albanais. Cher Monsieur le Président, Votre Excellence, chers écrivains, chers amis, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureux et je peux vous promettre que nous aurons une très belle collaboration. Et je vous invite à l'Université Cantemir de Bucarest et aussi à l'Accademia Tomitana, qui est conduite par l'archevêque. Të jeni në Universitetin Cantemir në Bukuresht dhe po ashtu në Akademinë Tomitana, e cila është e krijuar nga arkipeshti I Konstancës. Parce que à Constanța, à Academia Universalis, nous avons déjà publié presque 1300 livres. Ça signifie que c'est une archive fondamentale de l'orthodoxie. Sepse kjo akademi ka botuar në Konstanca rreth 1300 vëllime, pra libra me studime për teori të ndryshme me efekt veçantë teori ortodokse. Et je vous promets dans mon dernier mot que je vais préparer en votre honneur, en honneur de votre ami Kelmendi, tous les manuscrits albanais que je peux les trouver au Vatican parce que c'est une très grande archive. Et aussi, j'ai étudié dans presque 74 archives de tout le monde et j'espère que nous pouvons avoir de bons résultats. Je vous remercie encore une fois et je suis très heureux et très honoré. Merci beaucoup. Pra ky premtose në një vëllim do të dalë me një libër me studime që I ka gjetur në Vatikan dhe natyrisht është një nga kërkuesit, po them, nga më të njohur që ka sfaku Ballkani, se në gjithë arkivat e botës ka arritur që të gjej dhe për shqiptarët thotë se ka gjetur gjëra që akoma nuk dihen, akoma nuk janë thënë, pra që nga shkrimi në gjuhën ilirishte dhe ka po ashtu një fjalor, e thamë edhe mbrëm, se kanë mos gabon diku një 328 fraza shprehje. Pra është një gjë shumë e pasur për kulturën shqiptare dhe thotë se shpejt do të arrijë ta botoj natyrisht në gjuhën e tij dhe pastaj me bashkëpunimin me ju sigurisht se do të përkthehet në gjuhën shqipe. Jepet titull nderi I shoqatës adhetare kulturore Mbarë Kombëtar Vezi Frashi, profesor Atem Ruka, me motivacionin për kontributin e çmuar në fushën e shkencës biologjike dhe për përkushtimit ndaj arsimit të lartë shqiptar, për rolin e tij udhëheqës si akademik, studiues, figurë politike që ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin shkencor intelektual të vendit. Profesor doktor Atem Ruka mbetet një model I dijes, integriteti dhe I përkushtimit adhetar. Është me të vërtet një nder I madh që të meritosh një certifikat nga një shoqat kaq e madhe që mban gjallë frymën e trashëgimit. Shumë faleminderit dhe uroj që në vazhdimsi të organizojmë aktivitetet tjera më të rëndësishme se sa kaq dhe në kushte absolutisht tjera dhe për këtë jam I tim. Shumë faleminderit. I jepet titulli Mik I shoqatës adhetare kulturore Mbarë Kombëtar Vezi Frashi, akademik Teodosi Petrescu, me motivacionin. Ka qenë një zë I rëndësishëm I dialogu ndërkulturor dhe një mik I sinqert I letërsisë shqipe. Përmes veprës dhe bashkëpunimit të tij,
ka ndërtuar ura të qëndrueshme miqësie midis dy kombeve. Faleminderit. Your Excellencies, at this moment when the time seems to suspend its usual course, under the weight of the honor that falls to me, I stand before you with a feeling that transcends simple emotions. Beside them, this distinction is not only a recognition of some efforts, but reflection of the fundamental human aspiration towards understanding, towards unraveling the mysteries of surround us. This distinction is, in its solemnity, resonates with echoes of perennial questions that have animated the human spirit through history. It attests to intrinsic value of approach to probe the unknown, to bring light into penumbra of ignorance. My gratitude to the High Academic Forum is not limited to the appreciation of my work, but extends to the very celebration of intellectual curiosity, of that divine spark that urges us to search the meaning in the complex fabric of existence. Thank you, therefore, for the profound honor which illuminate my future with a new perspective on the meaning of scientific research. With deep respect and esteem, Theodosie Petrescu, Archbishop of Tomis and President of Tomitan Academy. Tashin, teksin doni t'ua përkthej të tërë, apo vetëm t'ua flasim si shurëcet? Pra, në këto momente, thotë, është diçka që i te i kalon momente që mund ta përshkruaj dhe në çfarë do mënyrë që do ta përshkruaj sigurisht do ta lë mongut atë për të thënë. Por ajo që është e bukur është sepse këtu gjej një shpirt të madh që bashkon jo vetëm ju, por edhe ne që vim nga larg dhe kjo më beson që do të rris dhe padyshim do të punojmë për rritjen e bashkëpunimit dhe kulturave tona, pra në atë kryqëzim që na bashkon është shpirti dhe shpirti i madh i një populli është gjithmonë kur nderon edhe të tjerët jashtë vetes. Bazuar në këtë fundament, jam falënderues dhe jam shumë i lumtur që pata një përvojë këtu në këtë ambient kaq piktoresk, por gjithsesi me këtë nivel kaq të lartë akademik. I jepet titulli nderi shoqatës adhetare kulturore mbar kombëtare Vlezë Frashi, baba e Kuran Nikolarit. Në shenjë me njohje dhe përkushtimi dhe veprimtarisë të tij të pandërprerë në shërbim të trashëgimisë shqiptare dhe kulturore. Puna e palërdhur e baba e Kuranit të ruajtjen e përhapjen e vlerave të bektashizmit, për forcimin e lidhjeve shpirtërore dhe kombëtare të komunitetit lokal, si edhe për kushtimi tim ndaj veprës së Vlezë Frashi për bëjë një model frymëzimi për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Faleminderit Amor, faleminderit që baba e Kuranit i keni dhënë një mirënjohje të tillë, për arsye se vërtet ai ka bërë dhe ju do të shikoni se edhe në Frasha ka bërë një gjë të mrekullueshme, jo vetëm në një festival. Dje ne treguam se si do ndërtohet teqja për met. Edhe ajo ishte një ëndër e tij për ta përfunduar, po jeta e tillë është, kështu që ne pasasit e tij, gjithë destinin, do ta bëjmë atë një objekt që të jetë i paqë, i dashur për gjithë. Ju falenderoj. Shoqata i jep titull
nderi i shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezër Frashëri, profesor Dr. Sherif Bundo, me motivacionin për kontributin e vyer në fushën e ekonomisë dhe për kushtimin ndaj arsimit të lartë shqiptar, për rolin e tij si studiues i përkushtuar dhe mbrojtës i vlerave kombëtare shqiptare. Me punën e tij të palodhur, profesor Dr. Sherif Bundo ka ndihmuar në ruajtjen dhe promovimin e identitetit kombëtar të tradicionisë sonë kulturore. Për mua, mirënjohja është shkalla më e lartë e mirësjelljes njerëzore. Ndaj ju falenderit shumë për këtë vlerësim. Siç duket, në jetë funksionon ligji i kthimit në origjinë. Ndaj më besoni që me kalimin e viteve më duket sikur rrejët e mia futen akoma më thellë në këtë taban ku kam lindur, ku jam rritur, edhe jam bërë kuadër. Ju falenderoj shumë gjithë. I jepet titulli i nderi shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri, profesor Namik Dokle. Me motivacionin për angazhimin shumëvjeçar në jetën politike, parlamentare dhe intelektuale të Shqipërisë, për përkushtim ndaj vlerave demokratike, një ndër politikanët e nderuar që i dha mençuri e maturi politikës shqiptare, një shkrimtar po kaq i nderuar që po i rrit dimensionin europian letërsisë shqipe. Shumë e nderuar që ja lexoj unë motivacionin. Një njeri me vlera të mëdha, për të cilin kam respekt i jashtëzakonshëm, ashtu si për gjithë këtë konferencë akademike me njerëz kaq të nderuar që na kanë ardhur sot miq. Namiku për arsye që zvarëshme nuk mundi të në bashkohesh sot, por është me të vërtet një vlerësim i jashtëzakonshëm për një njeri të jashtëzakonshëm, për një politikan të ndershëm, për një shkrimtar i cili është faqur së fundi me 5-6 veprat për të hyrë në disa gjuhë të botës, dhe është nderti Frashëri të nderoj një djalë të Kukësit. Unë me kënaqësi do t'ja transmetoj këtë nderim kaq të madh. Shumë faleminderit. Jepet titulli nderi shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri, zotit Fatmir Muço. Personalitet i shuar në fushën e mësuesisë, edukator i spikator me kontributet të veçanta në fushën e arsimit, kontribut që ka shërbyer në lartësimin e emrit dhe veprës madhore të Vëllezërve Frashëri. Falenderoj shoqatën Vëllezërit Sistemos, kryetarin zotin Tomo Katori, për të nderë të madh dhe familjarët tonë, për këtë titull kaq të madh. Zonjës Trëndelina Molla, nderi shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri, me motivacionin, shkrimtare, poete, atletare, patriote e shquar me kontributet në kulturën shqiptare, një ndarimat më të njohur në fushën e drejtësisë, publicistikës, të kulturës mbarkombëtare shqiptare, me kontribut të vyer në lartësimin e emrit Frashëri, penë e saj ka përjetësuar veprën e Elisën e të mëdhenj Vëllezërit Frashëri. Faleminderit, jam shumë e nderuar që ndodhem sot në shtëpinë e Vëllezërve Frashëri dhe jam shumë emocionuar. Gjithashtu falenderoj për ftesën që më keni bërë. Ndihem shumë e nderuar mes gjithë këtyre profesorëve që janë këtu sot. Unë ndihem shumë e vogël, me thënë të drejtën.
dhe shoqata e Bashkimit të Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptar në Novara të Italisë, Zëri i Morgjimtarit, gjithashtu vlerëson shoqatën atletare, mbarkombëtare kulturore me trofeun Flakadani i Lirisë, që faleminderit për gjithçka. Varnë për në duaj patriotike. Me kilometra merë dhe këtë të qesë. Faleminderit shumë. Hajde të mërë të si gjute. Hajde të për gjitha bukë. Jepet titull i deri shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vlezë Frashi zotit Veri Satka. Atletar personaliteti spikator në fushën e biznesit për punë të çmuara në ndriçimin dhe lartësimin e vlerave atletare për frymën e vllazërimit mbar shqiptar, mbështetjet që ka dhënë shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vlezë Frashi në zhvillimin e veprimtarive kombëtare. Kënaqësi e madhe që marr pjesë, ka marr pjesë gjithmonë dhe do marr pjesë. Falenderoj në parë zotin Tomor Kotori, baba Mondi, që i feston gjithmonë, dhe njerëzit që i feston, do vjen shumë keq për Ministrinë e Kulturës që nuk i feston, do vjen shumë keq për ju zotrinj që sot i keni bërë pusën me balë këtu, e keni ardhur në Frashën, edhe të gjithë flisni shumë mirë, por kujtojni me vonesë. Ne jemi në gjendje që jo vetëm rrugën, po shumë gjëra të bëjmë, jo vetëm për Frashën, po për vendin tonë. Shqipërinë e ka bllokuar politika. Mendimi im ky është, faleminderit shumë. Faleminderit Frashën. Besoj se ky aktiviteti arriti qëllimin. Ju falenderojmë të gjithëve me prezencën në mënyrë të veçantë akademike që na nderuan sot këtu. Dhe ky event kulturor dhe kjo konferencë shkencore që u bë sot në Frashë, vjen edhe një thirrje edhe një herë për qeverinë, për dashamirësit, për shqiptarët kudo që ndodhen, që ta shikojnë me një sutje të Frashët dhe dhënë të rëndësishëm kulturor atletar, ta shikojnë që jo vetëm të investohen, po e më e rëndësishme është të bëhet rruga me asfalt nga Piskova në Frashë. Maria,
diçka u bë, o në maresha në shumë, o i në në bari në në, o i në shoqet në zino në, o fusë të së vishë do në, o në re balë po qeshë në, o e marrë diçka u bë, o në maresha në shumë, o drejt marrë diçka u bë, o në maresha në shumë. Чудово, ну супер, ну супер. А ты где, без угод, без угод. Sure.
sot do të lindja e poetin ton kombëtar Nai Frashi. Këtë ditë, shoqata jone ka pakëzuar si dita naimiane. Këtë ditë ne e kemi festuar për 23 vite rresht. Në bashkëpunim me Bashkimin Përmet Kryegjykatën Botërore, si dhe me shoqatën Zëri Daldan të Kosovës dhe me Komunën Ravec. Pra në këto vite janë organizuar 23 veprimtari kombëtare dhe konferenca shkencore, si dhe montazhe muziko-letrare me nxënësit e shkollave të mesme, 9 vjeçare të Bashkisë Përmet, Bashkisë Kërcyr, si dhe me nxënësit e shkollave që kanë ardhur nga Prizreni, Rahoveci dhe nga Suareka. Në këtë ditë kanë ardhur shumë personalitete të kulturës shqiptare. Kanë ardhur profesor, akademik, studius, poet, shkrimtar, nxënës e shkollave. Këto veprimtari kanë pasur si qëllim në vetvete, përveç lartësimit në vijueshmërinë të jetës dhe veprës së vëllezërve Frashëri, por dhe një thirrje që ky vend i shenjtë, Frashëri simboli i kombit, të sensibilizohet shqiptarët, qeveria shqiptare, pse dhe jo kombi, që me projekte të veçanta të investojnë dhe të zhvillojnë Frashërin, që kjo qendër të kthehet në një qendër kulturore, kombëtare, dhe më e rëndësishmja është si hapi parë të bëhet rruga me asfalt nga Piskova deri në Frashë. Që të jemi të sinqertë, ne këtë kërkesë kemi bërë pothuajse çdo vit. Në të gjitha veprimtarit, duke filluar që me veprimtarin e parë që organizua në 18 qershor të vitit 2004, me rastin e 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të filozofit, shkencëtarit Sami Frashëri, dhe vit pas viti, në 2005, në 2006, në 2007 dhe deri më sot, që jemi në këtë 25 maj të vitit 2025. Pra, edhe një herë, bëjmë thirrje, kjo qendër e rëndësishme kulturore, kjo qendër e rëndësishme adhetare, duhet të kthehet vërtet në një qendër kulturore kombëtare. Organizimi i kësaj veprimtarie që në bashkëpunim me Akademinë Shqiptare të Shkencave dhe të Arteve. Pasi ne kishim programin e veprimtarisë tonë, konkurim letrar me nxënësit e shkollave të mesme të Përmetit dhe të Kërcyrës, ishmi çmimi i përvjetor për revistën Ushtësia të organ i Komitetit Bektashin të Shqipërisë, si dhe montazhin muziko-letrar që e bëm sot këtu dhe Poeteka Frashëri. Pavarësisht nga kushtet e krijuara, në bashkëpunim dhe me Akademinë si shtam dhe me lart, kjo u organizua shumë mirë dhe pse në këto kushte të vështira, po kjo do të tregoj që t'i bëjmë thirrje që përveç rrugës të investohet edhe për rikonceptimin e jetës së vëllezërve Frashëri te muzeu i vëllezërve Frashëri këtu në Frashë. Po ta shikosh në ana e rikonstruksionit, kjo ndërtesh është e riparuar, është e rregulluar, por duhet të bëhet investim për rikonceptimin e jetës aktive të vëllezërve Frashëri. Të gjitha dhomat e Avdylit, dhoma e Naimit e Samiut, dhoma e rilindjes kombëtare, si dhe ajo dhoma e traditjes së pritjes së Dangëllisë, duhet të marrë një dimension tjetër me kushtet që jemi ne sot.